Përshëndetje për ju, si dhe për gjithë dëgjuesit e shikuesit Radio Dogaxhinit. Bashkë me Hoxhën brenda në shtëpinë e familjes Pahia është edhe gazetari nga Maqedonia e Veriut, Nevri Ademi, gazetari i cili kishte bërë disa komente të pajishme në drejtim Çfarë komente ka bërë Durim? Daursas Pahia. Ka deklaruar se ishte vajzë e lëvizshme dhe se në një farë mënyre dhe me sa e di familja po dyshon që dikush ka insistuar me i shkrua ato statuse ky gazetar ose ato lajme. Ky është edhe qëllimi i takimit sot. Po edhe për atë arsye gazetari ka ardhur tek babai i Daursës, tek Arbri, që të shpjegohet lidhur me deklaratat e tij dhe në një farë mënyrë të kërkoj falje për ato deklarata. Përveç ti ka edhe shumë të tjerë që po vinë për ngushëllime tek familja Spahiu, tek familja e ish luftëtar të UÇK-s Arbrit. Ne kemi parë ish veteranët dhe ish luftëtarët e UÇK-s, Ridvan Tahiri, i cili është futur brenda, si dhe ish komandanti i UÇK-s Isem Berisha, i cili ka ardhur për ngushëllime në këtë familje. Mirë, me sa e di, gjatë këtij takimi sot, gjithsesi do të flitet ose do të kërkohet nëse dikush ka insistuar me i bë ato lajme ky gazetar përpas faljes, e që është hynore, por në rastin e Daursës duket që ka shumë pikpyetje mbrapa kësaj historie. Ai djalë që përdori, që thuhet se ka pas kërcënime Daursa edhe ka pas dhunë të vazhdueshme, ka qenë i martuar në një lidhje që Daursa e ka njoftuar familjet dhe duke si një lidhje krejt normale. Dhe ajo lajmi pastaj se ai djali ishte i martuar, djali një biznesmeni në Maqedoni, doli të jetë me 3 fëmijë dhe aty kanë filluar të gjitha problemet. Është shumë situatë e vështirë, Durim, ti do të vazhdosh të qëndrosh atje, ne si radio do të jemi në vazhdimsi me të gjitha zhvillimet gjatë skemës tonë programore sot. Të shohim se çfarë do ndodhë. Po gjithsesi më shumë edhe për diskutimet që janë bërë brenda bashkë me gazetarin, do të marrim vesh edhe nga babai pra Arber Pahia, i cili do të na jep më shumë detaje, besoj, lidhje me çka u diskutua aty, a e pranoi kërkim faljen apo jo, dhe a u kuptua se a ishte dikush tjetër prapa këtyre komenteve dashakeqe. Faleminderit Durim.